Faleminderit të gjithë juve që e shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. Sot kjo ditë është shenjtë për popullin ton, 18 vjetori pavarësisë. Është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirin ton. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u vjua në gjak, në Afrikis, që qëndron në shekuj. Kanë deri që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po të dëgjohet anën bombotës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këto për t'i luruat ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që e shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. UÇK. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtin popullin e vetë,